Atëherë, kjo është kroket peshku me merluc të freskët, po ashtu edhe kjo kroket ka të veçantë erza që ne i hedhim për t'i dhënë një shije sa më aromatike. Tani do vazhdojmë procesin e skuqjes si fillim. Presim diku te 2 minuta sa skuqet, 2 deri në 4 minuta. Kjo është pak a shumë ngjyra që duhet marri. Tani do vazhdojmë montimin e pjatës. Kjo është majonez me chimichurri që e përdorim poshtë për kroketën e peshkut. Vazhdojmë me montimin e pjatës. Tani si përvendosim po prapë të njëjtën salsë për dekor. Dhe vendosim disa speca chili të prerë, sepse i shkon shumë kësaj krokete. Edhe është gati për servirje.